Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje të dashur shikues, po takomi kështu çdo pasdite në televizionin Arbria e po i diskutojmë temat, shqetësimet edhe brengat me secilin të ftuar që po e kemi, edhe që shumë mirë që kemi profile, mendime, çaste të ndryshme, por nuk po është hiç mirë kur po ballafaqohemi secili nga ne me vrasje, me kërcënime, me therrje, me përdorim të dhunës, duke filluar nga familja, duke u bartur në institucione, e në biznese, e në punë, e në rrugë, kudo tjetër. Këto na ka ndodhur kohëve të fundit fatkeqësisht me komunën e Vushtrisë. Kjo është e vetëm e fundit, sepse kemi pasur edhe raportime të tjera të Prizrenit për tentim vrasje, në Mitrovic e jo vetëm. Nuk mundemi të ikemi këty në zhvillimeve, duke e ditë që secili nga ne do të mund të ishim në rastin e secilit që është vrarë, është kërcënuar apo vazhdon të kërcënohet tutje. Sot e kemi të ftuar një grua, një femën që përfaqëson shumë mirë interesat e qytetarëve, ka filluar për shumë çka të flas. Ajo vjen nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe është zonja Besë, e cilës sot i themi me shumë kënaqësi mirë se vjen në studio Besa. Mirë se u gjeta, shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit për kohën që ke ndarë, duke ditur angazhimet tuaja, jo vetëm në angazhimin në këtë spektrin profesional, por edhe familjar dhe gjitha këto. E kemi angazhime të përbashkëta për të mirën e qytetarit. Faleminderit Besë. Elda, një shoqe jam e ngushtë, një kolege, një moderatore që më ndihmon dhe në faktin ndihmojmë njëra tjetër ta bëjmë emisionin sa më të mirë dhe sa më të qasshëm për gjitha kategoritë që na ndjekun në televizion. Përshëndetje Valentina, mirë se po takohemi edhe sot në këtë pasdite me shikues të televizionit Arbria. Faleminderit. Unë sot po filloj me Besën që tash, madje kemi mundësinë me bisedu edhe me fol. Besë, të kemi thirr fillimisht me fol për reagimin e fundit që ke bërë sa i përket zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike, që më duk shumë e arsyeshme gjithaj qendrimi yt në Facebook për rritjen e tarifave të rrymës realisht, sepse le që kemi pasur më herët, por vazhdon të ndryshojë kjo punë. Dhe ke dalë ke tregu sa është vështirë edhe për neve femrave, por jo vetëm, sepse rryma është për të dyja gjinit. Me maqinë të larjes punojnë edhe meshkujt edhe femrat, edhe gjithçka në fund na faturohet në kulet apo jo. Sigurisht. Dhe në atë kulet, kur i bëjmë prioritizimet, kush çka gratit gjithmonë mbeten në fund të asaj liste, dhe mu për këtë reagimet e mia ndaj shtrejtimeve shkojnë atë që vetëm shtojnë pabarazin, vetëm varfërojnë gratë tutje dhe vështirësojnë jetën e tyre. Dhe çfarë do shtrejtimi, çfarë do inflacioni, e ka një emër mbrapa që është korrupsion. Dhe nuk ka tjetër, sepse edhe mënyra si bëhen paralajmërimet, mënyra se si vjen deri tek shtrejtimi, që është një farë mënyrë tinzare, i vë gratë në një farë pozicioni si të kapur, të themi, pa pasur mundësi që ta ndikojnë. Por unë mendoj që megjithatë duhet ngritur zërin dhe që shoqëria të jetë më e zëshme në kuptim të padrejtësive dhe posaçërisht në këtë rast të energjisë elektrike, por shtrejtime kemi parë në çdo aspekt, por unë e kam lidh shumë lehtësisht shtrejtimet me pozicionin që po shkon apo degradohet i grave në Kosovë, dhe kjo më dhem dhe për këtë edhe kam reaguar dhe besoj që duhet një reagim edhe më i fuqishëm. Shumë mirë, po kur ka zëra të cilat ngritën pavarësisht se janë ata kanë gjininë maskullore apo femërore apo fëmijët tonë apo jo fëmijët tonë, atëherë vjen që jemi të lirë të japim mendimin edhe të kërkojmë, sepse tek fundit sepse nuk e kishte as 10 ditë më parë, besoj një javë dy, kur kryeministri lavdrohej me numrin e madh të xhirologarive të hapura, të cilat edhe atëherë unë i quajta se janë vetëm tokenizëm, një reagim tek kozmetik i pa bazë, sepse qëndrueshmëria ekonomike e grave nuk varet nga xhirologaritë, apo xhirologaritë duhet të shoqërohen me një qëndrueshmëri tjetër ekonomike dhe jo vetëm për të shpërndarë asistenca financiare. Dhe tash paramendoni nëse pas kësaj ti flet për një herë për një shtrejtim marramendës të energjisë elektrike që rezulton në shtrejtime të produkteve të tjera esenciale për jetë dhe
Po mendoj jeta e grave në Kosovë po vjen e po bëhet më e vështirë. Punën që e kemi bë për gjatë viteve bashkërisht me krejt gratë e Kosovës, kemi shpresuar që ditë më të mira do të na vinë dhe jo që ditët po vinë po na errësohen për çdo ditë dhe që në anën tjetër nuk ka një llogaridhënie dhe kjo është akoma më shqetësuese. Kur jemi te gratë, Elda po du besës m'jam bo një pyetje, sa i përket. Po, jemi, kur folet për gratë dhe për zërin, ngritjen, gjitha këto revoltën, pak nacit, në fund po del që nuk po dal veç me fol klishe, por kemi parë edhe hulumtime dhe raste të tilla, të cilat gruaja e sulmon gruan në cilin do drejtim, apo qase që dën edhe me shku përpara. A jemi të gjyku ma shumë nga gjenia mashkullore, apo nga femërore. Nuk po flas vetëm në çështje politike, por përgjithësi në nisma tona të cilat ne fillojmë si gra. A jemi ma shumë paragjykuese se sa vetë meshkujt tek gjenia jonë e njëjtë? Shikoni kur e kam diskutuar edhe një ditë me disa mikesha të mia, mendoj se duhet ta shikojmë në një pikturë pak më të gjerë, ti hapim kornizat e këtij diskutimi, sepse në një vend të varfër kur resurset janë të mangëta në përgjithësi dhe nga ajo mangësi resursesh gratë kanë vetëm mbetjet apo diçka që dikujt e pran dhe madje edhe atëherë dikujt i duket ka shate madhe, tash brenda atij rrethit lufta është e madhe për t'i kapur ato, apo edhe lufta nuk është e ndershme, sepse edhe është e padrejt, por padrejtësia nuk është aty. Është tek ata të cilët menaxhojnë resurset më të mëdha, pjesën më të madhe të vendimarrjes, gjithçka që në fakt do t'i takonte edhe gruas. Prandaj unë hezitoj që ti diskutoj këto segmente që mendoj që janë të nivelit më të kufizuar. Ne duhet të diskutojmë gjëra përtej paragjykimeve e ajo është te hisedarja që duhet jetë e barabartë, sepse sa më e madhe hisja shoqërore në këtë rast, benefiti publik, mendoj më të pakta janë zënkat dhe këto ngatresat pak a shumë subjektive të grave, sepse gare dhe konkurencë ka dhe mes burrash, madje edhe në vrasje me gjenerata, pikrisht për shkak të pronës, për shkak të pushtetit, për shkak të këtyre gjërave, por nuk i diskutojnë ndonjë konflikt të jetë verbal apo të vogël të grave në mes. Në anën tjetër se ka mungesë të vedijes politike dhe qytetare në mesin e shoqërisë në përgjithësi dhe të grave, po ashtu ka, nuk mund ta mohojmë. Sepse gratë të cilat marrin guximin që të hapin një shtek të ri në shoqërinë e Kosovës, ta bëjnë një punë pak më ndryshe, nuk gjejnë përkrahje. E fatkeqësisht nuk gjejnë përkrahje në mesin e grave. Ndonse kauza është pikrisht për gratë. Ne duke fuqizuar gratë, fuqizojmë edhe veten të anasjellës dhe ndonjëherë ndihmesa është edhe mos pengesa. Po, ndonse do duhet të ishte rreshtim as atyre grave, sepse sot mund t'jem unë, mund t'jesh ti, që sulmohesh, por nesër mund t'jetë edhe ajo, apo fëmijët tonë nesër, vajzat tona dhe nuk e di se kush do të mbetet për ngritur zërin. Prandaj mendoj se ka një nevojë të madhe për reedukim dhe se kjo është vetëm çështje e edukimit. Është çështje po ashtu e delegimit të këtij pushteti përçarës te gratë, që disa gra ngriten në pushtet pa fije merite. Dhe që janë aty për për tokenizëm dhe për kozmetik, për të përmbushur disa tika të disa kushteve, të disa kvotave dhe të cilat e bëjnë punën e burrit pushtetar të padrejt shumë më mirë se që do ta bënte një burr, duke menjanuar gratë meritore, duke e zvogëluar konkurrencën dhe kështu duke e zvogëluar po ashtu edhe cilësinë e përfaqësimit të grave. Normalisht. Unë po du mundohel tek ngritja e zërit pak. E përmendë që do të më ngritë zëri popullit. Në këtë rast, apo mendon që është e mjaftueshme që më ngritë zëri i popullit, apo mendon që shkon aty ku duhet, se ne kemi pa raste edhe tjera që ka pas protesta për edhe ngjarje tjera, po nuk ka pas ndryshim. Edhe nëse nuk mjafton ky zë i popullit, cilat do të më kanë veprime që më bën ndryshimin këtë aspekt është fjala. Po, kjo është një plagë që nga cila vuajmë si shoqëri, që iniciativat e mira kur s'kan mungu, ngritja e zërit kur s'ka mungu, por ka munguar gjithmonë konsistenca dhe që ndryshmëria në atë kauzë. Dhe mendoj se këtu duhet bërë punë pak më shumë, që të fitohet besimi, të mbahet besimi për ato kauza. Asgjë nuk është e pamundur, ndryshime shoqërore bëhen brenda shoqërisë dhe i bëjnë njerëzit e asaj shoqërie, nuk ka asgjë
si të them, të lindur dhe të përjetshme. Edhe ato probleme kanë lind dhe ato do të vdesin, apo do të vdesim ne me angazhimin ton. Fatkeqësisht, angazhimi i shoqërisë civile në këtë rast më duhet të kthehem te kjo pikë në Kosovë mungon, sepse shumë e varur nga infuzionet financiare, që është normale, po besoj, për shoqëri, po një shpirt civili për të drejtat civile në Kosovë nuk ka munguar kur, dhe unë ende kam shumë shpresë që ky zë civil do të aktivizohet, do gjallërohet, sepse pa të s'ka gjë. Pa një zë për të drejtat civile, pa një lëvizje civile në Kosovë, nuk bjeton as politika dhe as shteti, sepse njerëzit duhet jenë politikisht të vetëdijshëm, edhe nëse politikisht nuk janë aktiv, e kam fjalën për politikën zyrtare. Njerëzit duhet i njohin drejtat e tyre qytetare, të luftojnë për to, dhe se si thonë, patrioti më i madh është ai i cili e kundërshton qeverinë e vet në shtetin e vet, në kuptimin që mundohet të sjellaj politika më të mira, të bëj punë më të mira për këtë. Unë mendoj që pak a shumë kjo mungesë e kësaj lëvizje civile të denjësishme në Kosovë ka sjellë edhe pushtete të tilla, të cilat e kanë neglizhuar ose e kanë marrë të mirëqen për krahjen qytetare për vetë faktin se nuk ka pasur konsistencë në kauzat të caktuara. Shikonani në Kosovë na ende flasim dhe diskutojmë gjëra të njëjta. Së paku prej që mbaj mend unë, ka 25 vite pas luftës, 26, dhe ne prap flasim për të njëjtat sfida, njëjtat probleme, për të njëjtat kauza, sa që dikush thotë jemi mërzitur, sepse keni llafet e njëjta. Unë besoj që sfidë shoqëria ka me pas gjithmonë, s'ka diskutim. Por ama është koha që të kalojmë tash në një nivel tjetër dhe disa punë t'i kishim të mbaruara tashmë. Definitivisht. Më shqetësuese po mbetet Elda, gjithçka t'i kalohet kur e kemi shëndetin, aq më shumë shëndetin mendor, po besoj. Unë po mendoj që në këtë drejtim jemi kogja larg, po jemi gjendje me shku 1 orë, 2, po flasëm përgjithësisht si shoqëri, me shku me u marr me manikür, pedikyr, me dukjen e jashtme se si duket me gjitha këto, por mendoj që të tillën duhet pak me e kthy, nuk po flas vetëm për femra, sepse edhe meshkujt sot janë duke i kushtuar një rëndësi të veçantë, dukjes që nuk jam kundër kësaj, por që realisht kur është fjala për me shku me mbajt një psikoterapi, një diskutim psikologjik, një diçka që të bën me u ndje mirë dhe me pas një qetësi shpirtërore, s'ka lidhje a ka është fetare, apo është shkencore, apo është mjekësore, por të paktën që na bën mes me pas agresivitet edhe qasje të dhënshme, atëherë jemi shumë larg qefit për me shku me bë këtë punë. Po them kështu, duke ditë numrat, shifrat që po raportohen së fundi, unë i kisha pas fatkeqësisht dëshirë bashkë me ftu shikuesit tanë që me ndjek një kronikë e cila është e përgatitur nga gazetari ynë në Tiranë, Vala Jazi, bashkë me Blerën Krasniqin, që janë marrë të ditë me të gjitha ato që ka ndodhur vrasjet në Vushtrri, aty djalit të ri, fatkeqësisht aty 19 vjeçarit, që është hap një plagë e madhe në familjen e tij, edhe të dorasit, sepse familja jam sigurt që s'dojnë me pas vrasje, por ndodhin këto. E të kalojmë të kjo e ati furtarit me atë gruan që vrau e la fëmijë, pas e la shumë qka. Po e ndjekum bashkë një kronikë, mandej do të kthehemi për diskutuar me zonjën Besë edhe me Eldën se ku jemi dhe çfarë duhet bërë. Na s'kena prit, për aneje kena ditë që kemni, armik, për kënej s'kena prit kur gjo. A mojt armë ma i herë? Ja, tak. Mëngjesi i sotëm në rrugën Galip Badivuki në Vushtrri për dallim prej natës së kaluar tashmë është e qetë. Gjatë natës së mbrëmshme, siç u raportua, kishte mbetur i vdekur Ardit Zymberaj, 19 vjeçar nga Dorasi B.D, i cili tashmë është duke u mbajtur nga policia e Kosovës, pra është duke është mbajtur në paraburgim. E të njëjtit gjatë natës së mbrëmshme ja kishin konfiskuar armën me të cilën dyshohej që e kishte privuar nga jeta në këtë vend Ardit Zymberaj, si dhe pas bastisjes në shtëpitë e tij, siç raportohet nga policia e Kosovës, është bastisur edhe një armë e madhe me 5 pluma.
Deri më tani e gjitha që ne çfarë dim, Ardit Zymbera është nga fshati Dubovze si pas banorëve dhe shokëve të tij të cilët nuk pranuan që të flasin para kamera. Ata thonë që Arditi ka qenë jashtëzakonisht një djalë shumë i mirë dhe nuk ka shkaktuar probleme asnjëherë, po ashtu vlen të theksohet që Arditi ka qenë edhe ish lojtar i FC Mitrovica, ku të njëjtit edhe kanë ngushtuar me një telegram ngushëllimi. Po ashtu edhe për Dorasin B.D, deri më tani thuhet që ai nuk ka pasur asnjë problem më herët me dikën, mirë po e gjithë motivi i kësaj ngjarje mes Ardit Zymberaj dhe B.D thuhet që ka ndodhur shkaku i një vajze, identiteti i së cilës deri më tani nuk dihet. Apo më tregon tash më të ndjerin Arditin edhe tash Dorasin Bleunin, a ke mujta, a ke pasur rasin me njoft të dytë? A kanë qenë problematik dhe cilin e ke pasur në gjenerat, base? Këtë viktimen e përnjohë dhe simptomishtë. Nuk është që përnjohë shumë në thonë, o më e këmë ditë që nuk është problematikshtë në thonë. A Dorasin e këmë pasur shkollë, në gjenerat nuk e këmë pasur, e këmë me i, po e përnjohë se shumë gjallë mirë, është problematik nuk u konë. Ta që kam këtë pasur ata në me vetë nuk di, po që përnjohë të nënës nuk e besova që e kishë më gjithonë në semështë. është të u flit që për një vajza, ke qenë në djenite për këtë ta? Ja. Si më kam rrëdha është, bile shumë bëllë për njëtë për alë, ishte që ka ndodhë. A mojtë armë ma i herë? Ja, për. E familjen e ti ajnje? Shumë pak. Shtu e familje e mire di, se që atë e kam pas shpinë over shkollës, e kam pas një biznes vëgën, e di që shtu e shumë njerës të mirë, po për ma shumë së në di. Nusret Zymeri, jem familjar, djali vllaut ka qenë, Arditi. Thash edhe ma herët, informat zyrtare nuk kemë deri me tani. Nuk kam fjallë, thasha, më i mjë thonë, po informat zyrtare nuk kemë hala, nuk e di as që shka ndodhë, as të ka ndodhë. Fjallë keqe, mund keqe, s'kem pas me kërkan. Absolut, derit me tani nuk kena pas me kënë me njerit lemë kur as fjallë keqe. Ju përdini edhe për familja ju kush je, i familja Zymeri, na s'kena prit, për aneje kena ditë që kemni, armik, për kënej s'kena prit kur gjo. Ndërkohë që familja Zymberi tashmë ka hapur pamjen dhe po pret njerëz të cilët janë duke ardhur për ta ngushëlluar familjen e tashmë të ndjerit Ardit Zymberi. Deri më tani nuk kanë asnjë informacion zyrtar. Arditi vorroset sot pikërisht në fshatin e tij në ora 16. Ndërkohë, për dallim prej të pamës tek shtëpia tashmë të ndjerit Ardit Zymberi, shtëpia e Dorasit apo vrasësit të tij, Blon Dibrani, është në heshtje gjatë ditës së sotme, nuk ka asnjë lëvizje të vetme qoftë nga familjarët e tyre ose edhe qoftë në biznesin e tyre që e kanë vetëm 5 metra afër meje. Deri më tani ajo e gjitha krejt që ka dihet është që Bleoni e ka pranuar që ka kryer vrasjen drejt Ardit Zymberajt. Unë dalë këtu dhe u privua nga jeta nga Arsim Morina. Raport punë dhënës, punë marës kanë qenë. Në nënkalim kishte qenë edhe një grua tjetër me një fëmijë që kishte qenë dëshmitare e rastit, kur e kishte parë të gjithë ngjarjen se çfarë po ndodhte mes Arsim Morinës dhe ish-punëtorës së tij Nezhmia Haradini, pas vetës la të re fëmijë dhe bashkëshortin e saj në fshatin këtu Stanafc.
Dita e djeshme ishte dita e fundit për Nezmia Haradini, e cila do të shkonte në shtëpinë e saj në Stanovc të Vushtrisë, mirë po e njëjta u ndal këtu dhe u privua nga jeta nga Arsim Morina, i cili më pas ai privoi edhe veten e tij nga jeta. Ne si familje jemi duke pritur edhe raportin e adopcionit dhe pastaj për të vazhduar me procedurat e varrimit, ndërsa unë nuk kem çka më shtu se ato që e kam thonë dje, ajo qëndron dhe faleminderit edhe për angazhimin edhe për zbardhjen që keni dhënë edhe keni thonë vërtet. Është gjendje emocionuese, nuk janë mirë, po Zoti ka dashur kështu dhe duhet ta përballojmë. A jeni në dini çfarë raporti kanë pasur dorëse me viktimën? Raport punë-dhënës, punë-marrës kanë qenë. Raportet mira kanë pas, nuk kanë pas ndonjë problem, po çka ka ndodhur? Si sot me fol me familjen e dorosit? Jo, s'kemi kurrë kontakti. Detajet e tjera të thëna nga familjarët e tashmë të ndjerës Nezmia Haradini janë se gjatë ditës së djeshme në nënkalim kishte qenë edhe një grua tjetër me një fëmijë që kishte qenë dëshmitare e rastit, kur e kishte parë të gjithë ngjarjen se çfarë po ndodhte mes Arsim Morinës dhe ish-punëtorës së tij Nezmia Haradini, ku tashmë po ashtu i ndjeri Arsim Morina kishte shtënë me armë zjarrin në drejtim të gruas dhe fëmijës, mirë po fatmirësisht nuk ka mundur që plumi i tij t'i kape edhe ato, sepse kishin qenë dëshmitarët e vetme që do e tregonin ngjarjen se çfarë kanë parë me sy, ku edhe ky shkak e ka çuar Arsim Morinën pra që ta vetvret edhe veten pasi që e kishte privuar nga jeta zonjën Nezmie Haradini. Ndërkohë që unë aktualisht gjendëm në biznesin ku zonja Nezmie kishte punuar për plot 8 vite së bashku me bashkëshortin e saj, e për gjatë 8 viteve Arsim Morina i kishte larguar me qindra herë nga puna, ku në periudhën e fundit kishte bërë kërkesën nga Nezmia Haradini që të rikthehej prap në punë, mirë po e ndjera nuk kishte pranuar dhe duke u punësuar dhe kishte marrë vendim të punësoj me njërën prej gjelltorëve pikërisht në këtë rrugë. Jo, më imi që ditë më pas ka pas njëri më të mirë, e ne ka befasu ma shpirt mirë s'ka pas, jo si ekonomik, që vetë i dhe tjerë. A ka qeni martu? Në? A ka qeni martu? Kjo Arsimi, a ka qeni martu? Po, një kur problem që tu s'ka pas, unë e qej 28 vjetë. Ndërkohë që në familjen e Arsim Morinës, përveç që nuk pranon askush që të bisedoj me ne para kamere, ata e kanë hapur të pamën ku janë duke i pritur familjarët e tyre, ndërkohë që as prindi Arsim Morinës nuk pranoj që të flasë, madje nuk e ka ndërmend ta pranoj askënd tjetër. E gjitha çfarë u tha është nga familjarët, sidomos nga dhëndri i Arsim Morinës, ata thanë që ai nuk ka qenë asnjëherë një person i cili ka sjellur telashe brenda shtëpisë ose si diçka të ngjashme, me një fjalë ata janë habitur nga veprimi i tij që ka bërë gjatë ditës së djeshme. Ndërkohë që gjitha ajo që dim deri më tani janë të gjitha këto detaje sa i përket vdekjes Nezmie Haradinit, e që e ndjera do të varroset gjatë ditës së sotme në fshatin Stanovc në ora 17, duke kujtuar që aja pas vetes la 3 fëmijë dhe bashkëshortin e saj në fshatin këtu Stanovc. U rikthyem në studio, po am bashkë një kronik që pasqyron ditëve të fundit se çfarë ka ndodhur në komunën e Ushtrisë, e që pamjet nuk ishin as pak të lakmueshme, por çka t'i bëjmë, këto janë rrethanat. Kjo është shoqëria jonë fatkeqësisht në disa momente, në disa aspekte, për të cilat ndikohemi secili nga ne, nuk kemi çfarë, apo jo Eld? Është për të ardhur këtë se çfarë po ndodh. Po du me cek që 42 vjeçarja në Vushtri është gruaja 59 e vrarë, do me thonë, në Kosovë që nga viti 2010.
A vlen ceke që edhe vitin e kalume i kemi pas, nëse nuk gaboj 2-3 raste të grave që janë vrarë brenda 2 ditëve. Po. Nga burrat e tyre. Si gjë s'ka bën dhe kështu ka qenë edhe sigurt. Kemi pasur raste të cilat janë vrarë, mos them edhe shtatzan, gra shtatzana të cilat ka dalë nga kontrollat. Ka qenë vitin e kaluar. Po, dhe është për të ardhur keq besë. Çka mi thon kësaj pune? Mos mi thonë shumë qka, po më që me punu. Dhe me i regullu disa gjana si në aspektin ligjor, edhe në aspektin e sigurisë, edhe në aspektin e parandalimeve, edhe që institucionet të zbresin në teren tek populata, sidomos këto që kanë përgjithësi shërbime sociale, sepse faktikisht e bashkëndjej edhe me punën dhe kushtet e rënda të gjithë atyre që bëjmë punë sociale në Kosovë, përfshirë prej pagave dhe çdo gjë tjetër. Atë pjesë e di saktësisht dhe nuk po vë gishtin këto, por në fund gjithmonë është përgjegjësi e kreut të shtetit, është përgjegjësi e qeverisë, t'ju jap fuqizim dhe përgjegjësi atyre të cilët i shërbejnë qytetarëve më shumë, apo ka nevoja më shumë për të shërbyer, dhe unë mendoj është pikërisht ky segmenti social i shërbimeve dhe psikologjike, ato të psikosociale që ju përmendet. Në Kosovë fatkeqësisht është një shtet i ri, si çdo kush e kuptojmë që ne kemi nevojë për zhvillim dhe për investime dhe për këtë edhe atë, por më tepër se çdo gjë na kemi nevojë që të investojmë në qytetarin, në mirëqenjen psikofizike dhe psikosociale të tij, në mirëqenjen shpirtërore, sepse rastet si këto nuk e besoj që ka një qytetar të Kosovës që ndjehet mirë e rahat me këto lajme. Jemi të rënditur të gjithë. Shfrytëzoj rastin që t'ju shprej familjarve shumë ngushëllime, që të bëhen të fortë, që është një punë fati që nuk është në dorën e tyre, por ata duhet të ndjejnë se shteti është në anën e tyre, që ne gjithë bashkë ndjejmë me rastin, që respektojmë deri në fund dhimbjen e tyre. Kjo është shumë e rëndësishme për ta thënë zonja Valentina. Penalizimet e mangëta, mendoj unë, ndëshkimet e buta, arsyetimet e varasreve janë edhe më vrastare se gjithçka tjetër. Sidomos kur ne kemi, një kohë kemi pasur diskutimin për kyçjen e grave në sektorin jo formal. Edhe pse është sektor privat në këtë rast, por shumica e grave të Kosovës janë të lëna, vazhdimisht po më bie ta them, jashtë sistemit, janë të papuna, edhe kur janë të papuna nuk janë në kuadër të sistemit i cili mbikëqyr ato, ose i kontrollon ato me një mënyrë, apo ju shërben si qeveri, dhe në anën tjetër e ke një sistem jo formal, ku gratë për mbjetesë bëjnë çdo lloj pune për ta mbajtur familjen. E tash një shtet, një qeveri e cila ka për interes mbrojtjen e jetës dhe mirëqenjen e gruas, vepron më ndryshe. Dhe jo vetëm postpartum, kuptimi që kur ndodh diçka të bëj një deklarat verbale. Mendoj se masat për ta mbrojtur gruan në Kosovë, mekanizmat janë aty. Kosova është nënshkruese e Konventës së Stambollit, dhe aty të gjitha këto probleme që ne sot po kalojmë në përto shtetet e tjera i kanë kaluar dhe kanë ardhur deri te ky, si themi, kornizë ligjore. Qeveria duhet vetëm të punojë që ajo të zbatohet. Në këto rastet konkrete mendoj që ka shumë punë për të bërë, përfshirë deri tek stigma në shoqëri, por përgjegjësia madhore edhe primare i bie qeverisë, i bie pushtetit për të rregulluar punët dhe për të parandaluar akte të tilla. Një mënyrë tjetër e parandalimit përveç lehtësisë së vrasjes së grave në Kosovë, sepse kjo është bërë tashmë e pa imagjinueshme sa lehtësisht vrahen gratë në Kosovë, është edhe luftimi i stigmës. Rol ka këtu edhe shoqëria civile, edhe mediat, edhe komunitetet fetare, të gjithë bashkërisht. Mendoj se nuk do duhet të gjendeshim gjithmonë në pozicionin vajtues për atë se çfarë na ndodhi, por kemi pasur mjaft kohë dhe shumë raste, siç përmendet edhe ju, për të reflektuar se si erdhëm, si u ka të ndisim deri në këtë ditë, se dhe teksa ne po flasim, ne nuk kemi asnjë indikator të sigurisë së grave në Kosovë, as të vajzave, as atyre që punojnë në orët e vona, as të nxënësve që kthehen në shkolla, nuk kemi mekanizma brenda shkollës për dhunën që ushtrohet.
të gjitha këto, po në anën tjetër që shohim diçka që më pengon njerëz zakonisht shumë se ka një pëlhur mbrojtëse ndaj përdhunuesve, në këtë rast me keqarit e them të djemve dhe burrave tanë, një farë amnistimi i heshtur, që nuk u zënë të ndodhë, sepse kjo është 2 herë vrasje. Të vrash dikën dhe ta mbrosh, ta arsyetosh vrasësin të bë bashkëpjesëmarrës në atë krim, në atë vrasje. Dhe ne duhet ta mendojmë më mirë këtë gjë. Po, edhe kur jemi tek puna e stigmës, Elda e përmendi Besa që shpesh herë gjykohemi, stigmatizohemi, e na përmendin ndoshta aty ku hiç kemi të bëjmë atë farë pune. Është diskutuar shumë edhe çështja e shamis Besën, nuk mundemi ik faktit që shumë vajza çika janë përballë me ndoshta po me ndërprerje të shkollimit për shkak që vendime ka ardhur nga institucionet arsimore që vajzat me shamin nuk ju lejohet të ndjekin mësimin. E krah asaj e kanë ndërprerë gjysmë mbase një ëndër të paralizuar sepse unë mendoj dhe them dhe jam e sigurt që shamia nuk ta definon as fen batjetër ven islame, e mban këto se don dhe mund është jesh avokate, doktoresh, ushtarake, pse jo dhe çka do tjetër ku e diun çka në këtë aspekt. Mas mirë këto që e kanë mbajt shamin dhe e mbajnë dhe kanë vendosur ta mbajnë, e dinë se çush janë stigmat apo jo. Ti ke bani varg pyetjesh për zonjën Besë, po them Besë kështu për më të ofruar më shumë Besë këtu. Edhe disa nga pyetjet e Eldës Besa kanë të bëjnë edhe me qysh u binde që ta vendos shamin dhe qysh erdhi kjo forcë që nesër mas nesër me ditë që kemi u ballafaqu me gjykime, por që kemi u vazhdu tutje, për shembull, si një politikane që edhe kështu ke vazhduar tutje edhe të paktën me u ballafaqu edhe me këto pretendimet e të tjerëve. Gjithsesi vendimi për të kryer obligimet fetare ashtu siç ti kupton, janë vendime të personale dhe kanë të bëjnë vetëm me ty dhe me veten tënde. Edhe kështu është besoj vendimi çdo vajze tjetër. Kur e them kështu, edhe ndonjëherë më thon, siç po më thoi më herët, ku e garanton ti se është kështu? E them për një arsye të vetme, sepse ne nuk jemi një shtet teokratik, ku shteti na obligon të mbulohemi dhe të vishemi kështu, prandaj është trend dhe jenë dhe ka përfitime aty. Përkundrazi, ne kemi pasur një infrastrukturë dhe një strukturë sociale dhe shtetërore që ka qenë kundër vendimeve dhe zgjedhjeve tona personale. Zgjedhjeve tona të lira kanë qenë kundër besimit ton dhe ne kemi luftuar. Dhe tash kur keti një individ kundër sistemit, nuk është në përfitim individit që po e bën, por është bindja e fuqishme që e bën atë të qëndrojë në zgjedhjen e vet dhe t'i dalë zot zgjedhjes së lirë të vetes. Dhe këtë kanë bërë unë dhe kanë bërë qindra mira vajza të Kosovës. Tash, kur e ke të sqaruar atë pjesën personale, çdo gjë tjetër vije në rand të dytë. Sepse njeriu i beson Zotit dhe i dorëzohet Zotit. Edhe me preferencat e tij bëhen preferencat tua, dhe të tjerat pasaj fillon e mundohesh ta zgjerosh rrethin, ta riedukosh, që një reagimet e njerëzve janë spontane, ndonjëherë janë të diktuara nga lart, nuk kuptojnë fare. Por unë nuk besoj që besimi në Kosovë është diçka e re. Feja islame është në këtë troje me shekuj e shekuj, e vajza me shami edhe ma gjatë se me shekuj, sepse mbulesa kokës është traditë edhe feve të tjera monoteiste. Tash është për të çuditur se si për 50 vjet komunizëm ne kemi haruar që shumica e grave të Kosovës kanë qenë me shami dhe jo vetëm me shami, kanë qenë akoma më të mbuluara. Dhe kryqka e sheh është se në atë rrethin e fobive, që njerëzit kanë shumë mungesë informacioni apo thjesht nuk u punon fort kujtesa për të kujtuar që në fakt ne jemi asgjë e re. Jemi rilidh me një pjesë të grave historikisht të Kosovës. Në bazë të zgjedhjeve tona, ne sot jemi mbulu, nesër mundem mos mbulu, me heq shamin. Sepse kur po luftoja për të drejtën e zgjedhjes së mbajtjes shami, gjithmonë ju thoja që ju po i vrisni po goditni në 2 tabore, edhe në lirinë e heqjes së saj. Sepse nëse një vajzë është e përjashtuar nga sistemi arsimor, nga puna,
Dhe ti po thuash për shkak të shamis, hajde ta heqim shamin, pastaj ajo ku mbetet? Mbetet një barë për shoqërinë, e pa integruar, apo një analfabetizëm që ti po e sponsoron si shtek të tjera, do thotë krejt qasja ka qenë tërësisht e gabuar, tërësisht e padrejt. Ajo çfarë më mbetet më rak është gjithmonë llogaridhënia në këtë aspekt. Njerëzit ende mendojnë që ka ligje kundër shamis në Kosovë, dhe në fakt vetëm mendoj që rasti i shamive në Kosovë ilustron më shumëti dhe më së miri se sa fuqishme ditë të jetë stigma sociale, si diçka krejt abstrakte, për të goditur dhe për të prodhuar viktima konkretisht siç kemi pasur vajzat tona. Jam shumë ndjehem krenare për rrugtimin që kemi bërë të gjitha, në kuptimin e heqjes së bindjeve negative të njerëzve ndaj vajzave me shami, dhe këtë kanë bërë ato vetë me punën e tyre të mirë dhe me komunikim. Nuk ka pasur ndihmes nga askush, edhe mirë që s'ka pas, por që sot mendoj që shoqëria ka një tjetër pikpamje, edhe një pikpamje shumë pozitive, ato sot janë kontribuese dhe shumë prej këtyre temave tabu që kemi për shami takojnë të kaluarës. Unë nuk shë mundoj ma shumë të pjesa e shamis, si që ceke edhe vetë është gjatë personale që i takon se cilit individ, edhe faleminderit që ndove këtë pjesë me njëve. E po shpresoj këto pjesa paragjykime ka me kalu me kalimin e kohës. Paragjykimet janë gënjeshtat më të mëdha, por që janë konstrukte sociale, dhe si të tilla lesisht dekonstruktohen sa që ka një të vërtet, ka fakte dhe argumente, vetëm duhet i dhënë hapësirë prezentimin të argumenteve së cilit. Unë tash kisha me kalu pak të Mitrovica. Dim që je prej Mitrovicës. Të plaga ime hapur. Po. Qysh ka qenë rrugtimi? Po besoj që je shkollu i e lind aty? Po, jam lind e jam rritë në Mitrovic, kam mbaru shkollën e mesme në Mitrovic, kam mbaru fakultetin e gjuhën dhe letërsinë angleze në Prishtinë. Pastaj kam shku jashtë vendit për studime, me njerë pas luftës familja ime pastaj në ndërkohë shpërngull në Prishtinë, motrat e mia kanë studiu vllau dhe babaj ka punuar në Prishtinë, ngele vetëm nana, na kemi qenë në një zonë mirë besimit aty në qendër, thjesht u dash që familja të bëhej bashk. Mitrovica si Mitrovic, gëzohem kur më bëjnë pyetje mua, si be, sepse jam e Mitrovicës, por do doja që pyetje për Mitrovicën t'i bëhet çdo politikani dhe çdo udhëheqësi në Kosovë, sepse nuk e konsideroj Mitrovicën një problem apo një çështje lokale as personale, por është çështje nacionale. Kosova fatkeqësisht akoma nuk e ka arritur vetdijen që duhet ta ketë, vetdijen politike për rëndësinë e Mitrovicës në nivel nacional. Kosova mbrohet në Mitrovic, gjithçka që ka të bëjë me Kosovën është Mitrovic. Për Mitrovicën folet që 25 vite në Bruxelles, në Washington dhe gjithju, ndërkohë që kemi fare pak diskutime, e aq më pak investime të këtij shteti në atë pjesë të Kosovës. Dhe në këtë pikë jam munduar që të loboj, që të bëj avokim. Nuk jam e kënaqur me rezultatet, sepse akoma njerëzit në Kosovë, sidomos ata që kanë përgjegjësi politike dhe ligjore, i shmangen problemeve të mëdha, merren me diçka më sporadike për ta kaluar kështu mandatin e tyre, ndërkohë që elefanti mbetet aty. Unë mendoj që pas zgjidhjen e NYS së çështjes së Mitrovicës nuk ka as integrim të Kosovës kudo në asnjë nivel. Dhe mirë, për këtë vetëdijsim duhet punojmë më shumë, edhe mediat edhe të gjithë. Për mua Mitrovica, siç po thoja, është qendrore për shtetin tim, shteti im është gjë më e dashur për mua. Përmendet që ke qenë aktive në kohën e shkollimeve rinisë. Sa ka qenë e vështirë për në atë kohë, në ato rrethana edhe për një gru, domethënë që sa ka qenë e vështirë. E rinisë ka falem për shumë frek besa, se besa po vazhdon me qenë e re. Në kohën e studimeve. Po theve dekada mbrapa, si jam e re. Si gjimnaziste, sigurisht që shikoni Mitrovica qyteti minatorëve, dhe ne që në mbajmën ne kemi qenë në klasën e 5-6 fillore, kur kemi filluar të solidarizohemi me kërkesat e minatorëve. Ne gjithë jemi familjar, mbesa, vajza të minatorëve, edhe mendoj që një vedije politike që lidhet shumë për Kosovën, me të vërtet ka lindë dhe është mbajtur në Mitrovic, sepse trusnia dhe sfidat kanë qenë Mitrovic, me minatorët, me pjesën e veriut,
me krejt çka e përbën atë pjesë të tregimit. E leta po e vështirë nuk kemi shikuar në aso kohë këtë segment, por është e domosdoshme dhe apo mund ta bëjmë diçka më mirë, apo lëvizim nga nishi në dysh apo jo. Edhe mbi të gjitha kemi pasur unë besoj një ndërgjegje se ndonjëherë edhe kur nuk arrinim rezultate, nuk mund të rishim të qetë edhe indiferent dhe asaj çka po ndodh me ne. Ose me bashkëmoshatarët tanë, ose me mësimdhënësit tanë, dhe mendoj se kështu kemi pasur një vetdije politike më të ngritur. Nuk jam nga ato që i gjykoj rinin sot, po thëm më ndryshe se sa rinia e sotme, e cila falë Zotit nuk i ka ato sfida që ne kemi pasur, po do doja nga ata të kenë një vetdisim politik pak më të fuqishëm. Sepse anashkalimi, apo si më thonë, heqja dorë nga interesimet politike, nuk është gjë e mirë për rinin, ku do qofshin ata. Dhe mendoj se kjo po ndodh pikërisht në Kosovë, sepse politika disi ka një stigma aty që merren politikanët, kjo është një gjë e keqe apo është gjë e vështirë, por politika është çdo gjë në jetën e njeriut dhe sidomos në jetën e të rinjve, dhe unë inkurajoj ata vazhdimisht që të jenë shumë politik. Mund të mos jenë pjesë e partive politike, zyrtarisht në politikë, por të kenë pikpamje politike, të kenë vetdije politike është tjetër e rëndësishme dhe këtë gjë nuk e shoh. Mbase është edhe mangësi e sistemit tonë arsimor që nuk prodhon vetdije politike tek gjeneratat. Pastaj lëvizje studentore, se po duhet të kthehem kështu në arhivat e memorjes sime, por gjithmonë, kur ka një shtypje nga jashtë, një presion, mbase solidariteti brenda llojit është shumë më i madh. Po përtej kësaj, na ka mbajtur besimi në vendin tonë, në të ardhmen tonë, edhe atëherë kur gjërat janë dukur shumë të pamundura, tash i shohim se janë shumë të mundura dhe të lehta, dhe për këtë arsye krenohem me shumë segmente të aktivizmit që ne kemi bërë, edhe si gjimnaziste, edhe si studente, të tjerat pastaj. Nuk mund dalë pak edhe të politika. Jeni pjesë të Partisë Demokratike të Kosovës. Qysh ka fillu angazhimi ju? Edhe pse? Pse Partia Demokratike? Se Partia Demokratike që 6 vite mundohem. Mundohem të shpjegoj njerëzve që ende nuk rreshtin së çudituri pse Partia Demokratike e Kosovës. Po jo më folet paksa për shamillën dhe për stigmën, edhe mendoj se këto zhvillime shoqërore, kur dikush demonizohet patërrisisht, kam zhvillu në hatje dhe i dalloj. Dhe kuptoj plotësisht pse njerëzit nuk janë të gjithë, normalisht ka pasur ndërmarrësi aty për të krijuar një demonizim ndaj PDK-s që unë e kam kuptuar qartë pse. Dhe sa më shumë që jepnin zor që të demonizojnë historinë tonë, UÇK-n, Partinë Demokratike, mua aq më shumë më thellohej bindja se PDK-ja është e duhura. Nuk shkon me turmën në kjo. Nuk shkoj me turmën, por nuk shkoj me natë, por e kuptoj plotësisht pse dikush investon aq shumë për ta njollosur emrin e dikujt dhe posaçërisht një subjekti në tërësi, sepse Partia Demokratike e Kosovës është grumbullim e gjitha vlerave më të fuqishme, më të ndershme të këtij populli, edhe prandaj edhe unë jam aty. Po ndërhyj veç pak. Besën e njohim gjithë na që kemi pas dhe kemi po edhe në media, edhe na që kemi bashkëbiseduar me to për një mendim ndryshe nga ata se çfarë do të thotë vetë fakti që nuk shkojnë pse shkojnë krejt dika ose tjetër kund, kjo jep me mendu që besën të shosi që je shumë autoktone e mbron qëndrimin dhe mendimin tënd. Kjo është shumë e mirë kur njëri do më mbri diçka përpara. Unë mbaj mend besën edhe në tubime për shembull në Oda Elda kur gjithë ishin burra dhe shkonin burra sepse Odat janë cilësuar gjithë për tubime të burrave. S'ka pasur të tjera takime, kafeterie ku e diun çka për me mbledh burrat edhe me diskutu. Ka qenë besa ajo e cila ka qenë aty e vetmja, për shembull, sepse e kanë lidh politikisht ose për diskutime të tjera. Dhe nuk e ka ardhur s'ja ka ni fare, si ka ardhur marrë pse janë krejt meshkuj, është veç kjo famën. Dhe kështu, unë mendoj që edhe në debate dhe po du mi tregu shikuesve tanë që para se të hym në emision më tha që nëse më pyet diçka që s'm pëlqen, unë veç të përgjigjna dhe unë kom qef mysafir të tillë besë sepse mendimi kundërt
zgjën debatet dhe debatet krijojnë informacione, krijojnë diçka që mbetet në memorien e secilit apo jo. Dhe ona nuk është se nuk të përgjigjem nga huje, por nuk përgjigjem vetëm atëherë kur nuk i ka marrë mendimet e palëve, nuk kanë argumente dhe nuk e kanë fare, si themi, hezitim i thonë nuk di, por nga ajo që unë e di nuk ndalohem. Po, dhe sidomos për shembull këtu shamia është bindje fetare në parim në shikim të parë dhe gjithashtu edhe i cilësojmë. Dhe kur jemi tek bindjet fetare dhe institucionet fetare, nuk kam çfarë besë pa jo pyet se çka ka filluar një hetim ma shkurt e shqip mira në institucionin e Bashkisë Islame të Kosovës për keqpërdorimin e disa fondeve, realisht të vitrave, që thuhet se personeli i bikut ka filluar që tërheq para cash nga arka e bikut pa i raportuar askon. Realisht kjo i takon pjesës e legjislacionit të personave jurist që të merren me këtë çështje, por nuk po mujme nalt pa ju pyet duke ditur gjitha të institucion edhe gjitha këto. Unë flas për aspektin social. T'ju themi si jemi në muajin e Ramazanit, dhe këto 10 ditë të fundit është pikërisht koha kur njerëzit japin vitra. Dhe mendoj se ka të bëjë shumë me tendencën për të zvogëluar bamirësinë në Kosovë dhe për ta anatemuar, do thot, një veprimtaritet humane dhe të shprehur të popullit tonë. Dhënia e vitrave, dhënia e sadakas është dukuri. Dhe mendoj se i vën tendenca ka qenë që njerëzit të vihen në pikpyetje a t'i japim a mos t'i japim. Mendoj se mbas edhe qëllimi i krejt këtyre zhurmave, ende të pasqaruara, sa kohë që nuk janë të sqaruar, për mua janë vetëm zhurma dhe thashë thëme, e kanë vetëm këtë qëllim. Por ata që janë besimtar, këto nuk duhet i prikun, duhet i tejkalojnë, dhënësi që jep me qëllimin e vetë dhe shpërblimin e sipas qëllimit të vetë dhe sipas destinacionit. Ndonse unë jam e bindur që ka një proces me integritet plot deri në destinacion, sepse për ndryshe si do të funksionon në institucionet fetare në një shtet ku për ato institucione s'ka as ligj, nuk ka as mbikëqyrje, nuk ka as buxhet. Do thotë gjitha këto vite, këto institucione i kanë kaluar kështu duke u vetëm bajt si kanë mundur. Dhe tash ta gjykosh një institucion fetar që është krejt jashtë sistemit. Dhe ndërkohë që në sistem i ki për plot institucione, me ligje, me buxhete, me procedura të hapura, edhe për cilat pak qohet gisht andej, mendoj se ka një bias, një anshmëri këtu. Po për te kësaj, gjithsesi, këtë punë ja lem institucioni Bashkisë Islame, institucioneve tjera, nuk është e jona. Po çka besni se del që ashtu fiks ka ndodhur këtë përdorime? Unë jam e bindur që njerëzit të cilët janë aty janë njerëz të besueshëm, me integritet të plotë dhe ende pa dalë kur farë hetimi, unë jam e bindur që ata këtë praktik e izolojnë dhe e menjanojnë. Sepse sikur të kishte tendenca të tilla, kjo dukuri do të mund të përhapej shumë, sepse është faktikisht i bie në një institucion të zezën, por nuk është ashtu. Unë mendoj që paratë e besimtarëve në Bashkinë Islame të Kosovës janë të sigurta. Janë të sigurta. U a them këtë nga intuita ime dhe nga ajo që shoh nga ata njerëz që janë aty. Raste sporadike ka, sepse është një institucion shumë i madh që i ka 3-4.000 punëtorë, se nuk e di saksisht. Po, përvesave që intuita në këtë rast, jam gjithashtu e bindur që ka dhe mekanizma të brendshëm që adresojnë. Nuk di ma shumë të them. Po, por intuita kur bëhet fjalë për shuma të mëdha nuk diskutohet, sepse në këtë rast vetëm hetimet edhe llogaridhëniet duhet të ishin funksionale. Apo jo, na mundemi me fol për njerëz individ. Bashkia Islame e Kosovës është e pastër nga shumë akuza që janë prodhuar gjatë gjithë viteve për këto gjëra. Njerëzit gjithmonë e kanë lidh aspektin, janë munduar që përmes financave të qesin rreth të zeza mbi këtë institucion. Përkundërzi, mendoj që Bashkia Islame e Kosovës është institucion faqebardh, unë besoj që ne duhet jemi krenar me leadershipin e Bashkisë Islame në kohë shumë sfiduese të Kosovës, posaçërisht rrethanave politike dhe gjeopolitike që ne kemi pasur, që ky institucion ka arritur të mbajë medrese, institucione në frymën e islamit tradicional në Kosovë, nuk ka qenë gjë e lehtë, se s'ka pas asnjë përkraje shtetërore, kanë bërë ata njerëz më brenda dhe atyre duhet dhënë kredit për këtë gjë.
Une e përfundova me pyetje momentalisht me Besën, Elda, nëse ke diçka. Nëse më lejohet, isha ndalë pak të pjesa Ramazanit. Po. E jemi në muajin e shenjtë Ramazanit, edhe po du me ditë nëse na lejohet që sa gjatë mbani Ramazan. Me sa e kom pa mbani Ramazan, po që sa Unë si Besa, praktikani. kështu, unë jam 49 vjeqare dhe i se më duket vetja shumë e moshuar. Po kur e njoha një ditë faktin sa Ramazana e gjëraj 40, asha prit se këty në herë. Kur më ka thonë dikush i kom 40 Ramazana, koha për të kalu një botë tjetër, po ma hejta, shumë fëmijë kemi qenë. Sepse në Mitrovic, ndëgja, Mitrovica e ka dhe një subkulturë të vetën, fetarizmën edhe ne të gjithë kemi agjeru si fëmijë tash. Unë të them të drejtën Kosova është mjaft e vogël, po kur kam marrë në studime në Prishtinë, kam përjetu një farë shoku kulturor, ta them të drejtën, sidomos në aspektin fetar. Jo se unë kisha shami atëherë, por nga praktikat familjare, fetare, që në Mitrovici kishim tradita shumë të dashura. Bie që Besa që nga fëmijëria ka fillu me hangër, me agjeru edhe me u solidarizu me familjarët apo jo. Po. Shumë mirë, Besa. Për janës temë falenderoj shumë që sot i kemi ndonë disa temat të cilat nuk kemi ka t'i ikëm realisht. Edhe të uroj shëndet, edhe të uroj që ti jesh më kritike në debate, kështu sepse kritika gjën edhe kurreshti edhe gjithçka. Unë ashtu të njoh të paktën. Ne duhet të flasim për gjëra. Mendoj se një çështje që na mban çato paragjykime, që na i kultivon për njëri tjetrin, edhe ka shih një çështje është pikërisht mungesa e komunikimit. Fare pak flasim, ose kur ja japim dikujt na mikrofonin të flas, duam të të flas atë që ne dëshirojmë të dëgjojmë. Unë jam e përsaktuar edhe kështu si politikane, të mos jam një të politikane populiste, që të luftoj për ato temat që janë më shumë jo popullore, që janë në margjina, sepse nuk besoj që zhvillimi është me mainstream, as me populizëm. Fundja fare populizmi ja ku na solle, mendoj se ka një degradim të gjendjes së grave në përgjithësi edhe të shoqërisë së Kosovës edhe shtetit të Kosovës, por që duhet parë një dritë në fund të tunelit, që ta konstatojmë që e kemi këtë gjendje dhe që njerëzit fillojnë të flasin edhe të dëgjojnë diçka dhe çka s'ju pëlqen, por që bashkërisht duhet të veprojmë. Duhet të veprojmë sepse është koha e fundit, bota nuk po pret, ka shumë zhvillime në botë, Kosova nuk është ndonjë faktor, por se sa e faktorizojmë ne Kosovën varet nga punët e mira dhe jo nga ato që ja bëjmë edhe miqve tanë ndërkombëtar më të vështirë punën dhe ndihmën e tyre për ne. Faleminderit Besa, faleminderit që ndodh gjithë informacione për televizionin tonë. Ju uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Dhe jemi së ardhur so herë që ka të bëj me mendime të kundërta me të ftuarin në studio, sepse vetëm kështu pasuroj mendime. Faleminderit Besa. Faleminderit juve. Elda, sot vi përshëndesim shikuesit tonë, apo jo? Deri në takimin e ardhshëm. Po. Mirëmbëjtje nga ana ime, do të ju uroj një ditë të mbarë, një pasditë realisht, edhe do të shihemi prapë në emisione me tema të ndryshme. Mirëmbëjtje. Mirëmbëjtje. Miru takoshim në takimet e ardhshme. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.